Mësues Nejat Arifi u lind në vitin 1948 në fshatin Zajaz. Në vitin 1955, Nejat Arifi regjistrohet në klasën e parë në shkollën fillore 4 vjeçare në Zajaz Teqe, ku mësues Nejati kujton kohën e fillimit në klasën e parë, ku e ndiqnin mësimin 25 nxënës, si dhe mësuesin e parë, Abdullah Kadriu nga fshati Aranjell. Më pas vazhdon mësimet nga klasa e 5 në Zajaz Tunell, ku në atë shkollë mësimet i ndiqnin nga klasa e 5. Si mësues të matematikës, mësues Nejati kujton mësuesin Osman Osmani nga fshati Novosel, ku ishte mësues i lëndës së matematikës, dhe Zeqir Dautin nga fshati Drogomisht i Madh, i cili që edhe shkaktari që mësues Nejati të vazhdoj studimet në këtë fushë. Edhe pse babai mësues Nejatit ishte zdryktar dhe si të gjithë familjet e asaj kohe, jo me një mundësi të mirë materiale, përsëri dëshira e tij ishte që djali i tij të vazhdojë shkollimin. Dhe kështu e regjistron në shkollën normale në Shkup, ku mësues Nejati e përfundon në kohë dhe me shumë sukses. Pas përfundimit të shkollës normale në Shkup, mësues Nejati vazhdon studimet në Akademinë Pedagogjike në Shkup, ku përfundon studimet në vitin 1969 dhe merr titullin arsimtar i matematikës. Pas përfundimit të studimeve, mësues Nejati punsohet si mësues në shkollën fillore Sande Shterjoski në Kërqov, duke punuar mbi 40 vite në këtë shkollë dhe arritur shumë suksese në fushën e matematikës. Nejat, mirë se erdhe në studion televizionit Tuskana që ne të flasim pak për jetën e juaj, vështirësitë, sakrificat që keni dhënë gjatë kësaj jete që të edukoni gjeneratat e reja. Faleminderit për thirrjen, mirë se u gjeta. Unë quhem Nejat Arifi, kam lindur në vitin 1948, më 20 tetor, në një familje fshatare në fshatin Zajaz, nga baba me Zendeli dhe nana Gjusime. Që si fëmijë kemi lindur në një familje fshatare me mundime të ndryshme, por babai im ka pas zëje të ndryshme, që si i ri ka punu njerëz si zdrukthar, ka ndërtu arkat e nusave të asaj koha që qiteshin si peshqeshe, pasi më vonë në ushtri ka mësuar dhe zëjen e kustarit, ka punu dhe si orë ndreqës, dhe që ashtu kemi kalu sfidat e jetës. Dhe me thënë, nuk ka pas lidhje me arsimin? Nuk ka pas me arsimin lidhje, veç ka qenë si punëtor. Ka qenë mjaft i Zotit, vetëm nuk ka pas shkollë, në atë kohë ka qenë mësuar në gjuhën serbe. Arsimtarët të mësuesi kanë pas 2 serb, 2 malazes, i kanë maltretuar si fëmijë. 1 vjet mësuar në gjuhën serbishte, vitin e dytë kur filluan klasën e parë, e kanë nxjerrë nga shkolla për shkak se ka lënduar një arsimtar i atëshëm në Karaft me shkop. Edhe nuk ka mbaru asnjë shkollë, vetëm ka qenë atë që saktë gjë që e shifte syni atij, duraja ndërtonte, bënte. Si do të ka pas atë arsinë e artit? Arsinë e artit e ka pas edhe ka qenë një ndër zyrtarët më të mirë këtu në Kërshov. Në fillim si bujk, pastaj më vonë ka filluar të punojë si zdrukthar,
Mbas asaj shkon në ushtri mëson zënë e këpusarit, kur a kthy për ushtri ka punu si këpusar. Në vitin 1953 ka bu një shtëpi që në Kojshi, ka bu 2 dhejtaret, me ato të holla që ka marrë, ka ble një makinë qepse dhe prej atëherë ka ushtru zënë e qepjes së veshjeve kombëtare për gratë e rrethit e Kërçovës dhe Kërçovës kështu. Unë si fëmijë në vitin 1955-56 jam regjistru në klasën e parë, në shkollën e Lagjës, atë ku ishim nxanës nga 28. Mësuesin e parë kemi pas Abdullah Kadriun, ose mësues Duli i thashëm, nga fshati Ranjell, edhe në klasën e dytë. Në klasën e tretë kom pas Hajrullah Kalin nga fshati Shërbic. Në klasën e 4 Nureddin Ballazhi nga fshati Shërbic, një gjysmëtor edhe gjysmëtori i dytë Xhemshit Ali Aliu nga fshati Glumov i Shkupit. Të gjithë të arsimtarë punojnë me zell, me përkushtim, që ta mësojnë shkronjat e para, ta mësojnë shkrim leximin, ta mësojnë gjërat elementare matematikore, të operacione mbledhje zbritje shuzim pjesim, tabel shuzimi. Edhe pasi e kryem klasën e 4, filluam të shkojmë te shkolla e madhe, ashtu i thoshin neve, të klasën e 5, 6, 7 dhe 8. Klasën e 5 dhe 6 e kryem në Ketunelli, ishte një shkollë, ndërtimi ai objekt shkollor ishte atje, për shkak se nuk ishte vend për më shumë. Mbas 2 vitesh u ndërtu shkolla e re te stacioni policor, edhe aty ishim për klasën e 7 dhe 8. Në klasën e 5 edhe të 6 do të drejtojmë te matematika, matematikën ka dhënë një arsimtar nga fshati Novosel Osman Osmani. Pak ma vonë është përgull në Amerikë, atje krijoi familjen, fëmijët i ka martu me 3 vajza për Amerikan, vetë ka ndërru jetë me shoqën e vetë, janë vëros në Amerikë. Në klasën e 5 edhe të 6, thamë me atë, në klasën e 7 edhe të 8, nga dhanë matematikë, Zeqir Dauti i Ndjera, nga fshati Dregomisht, edhe në dhatë thelbin e parë për matematikën, ta zgjidhim ashtu si duhet, ta mësojmë me zell, me përkushtim, edhe çish atëherë më lindi ideja që do të bëj një mësues i matematikës. Në klasën e 8, po ashtu ishte Zeqir Dauti për matematikë. Mbasi e kryem klasën e 8, prindërit e mi kishin dëshirë shumë ta vazhdoj shkollimin, u regjistrova në shkollën normale Zeflush Marku të Shkupit. Ai ishte shkollë me drejtim direkt për mësuesi, nuk ishte drejtime tjera. Në vitin 1963-64 regjistrova atje. Kishim provim pranus, adam provim pranus, por fatkeqësisht ndodhi tërmeti i Shkupit atëherë, gjithçka u shkatërrua atje. Kur erdhi koha për të vazhduar mësimin, ato vjet shkollore kishin vetë për gjysmë. Mësuam gjysmë në një gjysmë objekti 1 vjet, vjetin e 3 dhe 4 në bën një shkollë me baraka në lagjën Hekorana, Zhelezara atë i thoshin. Mësimet i kryem në rregull, në klasën e parë gjimnazit të shkollës në dha matematikë një farë zaniu, kurse të 2, të 3 dhe të 4 një profesor nga Kosova, ishte atë Gjemal Kasumi, ishte student edhe pas diplomu, një njeri mjafti zoti, na i mbolli matematikën në zemër edhe qysh atë fillohet punë për matematikën, të pasëgjoj. Pak du të ndalemi në mësimet para se të kalojmë edhe në punësimet e juaja. Sa ishte vështirë në atë kohë edhe si student të jesh apo si nxënës i shkollës normale dhe si silleshin profesorët në atë kohë? Profesorët silleshin mirë, kishim profesor Macedon në shkollën normale, atje një kimis, një arsimtare, profesori si që ishte pak jo e drejtë me ne shqiptarët, pse nuk dini mirë gjuhën Macedon, pse s'flisni mirë macedonisht, kishim problem me atë, përdyshim me tjerë që kryesari klasë kishim një Angel Gjini, na jepte gjeografi, në klasën e 4 kishim një Recep, na jepte pedagogji dhe psikologji, dhe me të tjerë kalu mirë, nuk kemi pasur problem. A sa nxënës kishte një paralele? Një paralele, këtu në shkollat të vjeçare kemi qenë 20-30 nxënës, atje kishim 30-37 deri në 40 numri nxënësve ishte. Në fillim pak numri vajzave ishte i vogël, por dal nga dal u rrit të vaj.
kishte përkërshove shumë në shkollën normale, në zalë që mësonjëm. Shumica atyre me një kur marru në shkollë më posuan, unë vazhdova studimet, por edhe ato kanë ndërruje shumica aty, nuk i kemi mesin tonë ma. Tash edhe pak do të desha një pyetje me që kur folet për shkollën fillore se keni mësuar, më përmendet shumë mësues që nuk kanë qenë nga fshati Zajas. Sa ishin përkushtuar ata që edhe në mësim, edhe në kohë të arrin që ju të mos i pritin mësuesin? Ato ishin arsimtarë të zgjedhshëm, ishin arsimtarë me kurse, kishin mbaruar 6 muaj kurs në shkollën normale, atje nuk ishin me shkollim të plot, por punën e kryin ashtu siç duhet. Mundoheshin me mishë me shpirt, që neve ta mësojnë mirë, mos ta maltretojnë, të mësojmë alfabetin, të mësojmë shkrim leximin, kështu me radhë. Arsimtarë nuk udhtonjën, flenjën te shërbëtori i shkollës e Xhabdiu, Rahmet Fasash të kishte emrin. Njërë njavë, thujën që sonat dilat, tanët ishin mësimi, ishin të rregullt. Në shkollën fillore mbashim mësimi me 2 turne, klasë e parë dhe 3, klasë e 2 dhe 4. Ato që mbajnë mësim të tjerë vinë mas dite për ushtrime tjera, për aktivitetet lira. Ato që Kishte edhe aktivitetet lira. Kishte një grupi klasa kishte mas dite, aktivitetet të tjetë mësimi rregullt. Ato që ishin para dite, kishte aktivitetet mas dite dhe shtu. Kishte aktivitetet lira, ushtroheshte luje shaut, punë tjera, recitale të vogla, recitime vjershash, drama të vogla, çështu. Si për fëmijë atëherë, mirë, punojnë me përkushtim. Sa ishte gjendja femrore kur ju keni qenë si nxanës që keni pas që kanë mësuar me ju? Kishte vajzat ishin atë vijin pak me zor, po numri vajzave ka qenë në nivel atëherë kur ishim ne nxanës. Së ju pasi kry shkollën pedagogjike, shkollën e mesme, më pastaj vazhduat? Mbasi kreva shkollën e mesme, vazhdova studimet në Akademinë Pedagogjike në Shkup për matematikë dhe fizikë, në gjuhën maqedonishte. Dhe në vitin e parë, në vitin 67-68, vitin e parë, 68-69, vitin e dytë, provimet i mbarova në kohë, në qeshor, e atje kishim stazhin pedagogjik kryjim në përshkolla me mësim, edhe në shkollë normale kur kishim çdo javë mësim në përshkolla tjera që përvestojmë aftësinë e arsimtarit. Pata rastin në Akademinë Pedagogjike, ishe studenti vetëm në vjetin e parë, që mbarova provimet, edhe kërkoheshte një student të mbajë mësim në shkollë eksperimentale të Shkupit, ishte në gjuhën maqedonishte, me gjuhën maqedonishte nuk ishte problem. 2 muaj ditë ka mbajt mësim në shkollë eksperimentale, ku programet ishin për klasë e 5, përnat me program klasë 8, klasë e 8 përnat me program të klasë 5, ose klasë 4, ashtu ishin për numra. Nuk pata problem, as për gjuhë, as për punën. Duhet ashtu me sukses se kreva punën. Dhe pasi kryt Akademinë Pedagogjike, ju u punësuat? Pasi diplomova në vitin 1968-69, u punësova në vitin 1969, me 1 shtator në shkollën Sande Shterios, shkolla 8 vjeçare. Në shkollë kishte paralele maqedone dhe shqiptare. Paralele shqipe ishin prej klasën e parë deri në klasën e 4, ku shkohon nga një paralele, kishin nga 20-22 nxanës. Vajzat ishin ma pak të numër, dalë me kohën filluan që të vinë pak ma tepër, u rrit numri nxanësve, u rrit edhe numri paraleleve. Me sa paralele e gjetët sa? E gjetëm me nga një paralele, preke para deri ke 8. Në shqiptare. Shqiptare, Maqedonë kishin nga 2, nga 3. Ato kishin ma shumë, edhe këto jevgat që shkojnë, mësojnë, kishin të baqeshit mësojnë aty, shelit mësojnë ke Maqedonë gjithë. Kishin ma shumë zanës për atyre. A mësues e gjatë, më pastaj filloi edhe shpërngulja e shqiptarëve nga fshatrat, do të thonë deri në atë kohë nuk kishin shumë shpërngulje. Nuk kishte shumë shpërngulje, se edhe ne harron treguhet në vitin 1960, çfarë zanati babajim që punonte, u shpërngulëm në qytet. Blem një shtëpi për shkak të zanatit, se çdo ditë udhëhonjëm, vinjëm edhe ishte maltretim. S'kishte mjetë udhëtimi, me bicikletë kur bleu babajim sikur kishte bler Mercedes atëherë. Cilat mësues shqiptar i kujtoni që i takuat në Sande? Pa në Sande një takova Mer Mehmedin, me Gjejt Lutfiu, ishin pak para meje. Takova Zenullah Mehmedin, jepte Shqip. Takova Musafa Pinjollën edhe jepte Shqip. Takova Ramadan
Ramadan në jep të vizatim. A ishtë punonte edhe në Zajas, në jep të fizikë në atëherë. Doktor Jashari në jep të frëngjisht në Zajas kur ishim. Ahmet Selimi në jep të frëngjisht edhe në Zajas kur ishim. Dhe thonë kishte shqiptarë. Kishte shqiptarë. Në klasë e ullëta ishte Rahman Feza me të shoqen e vete, ishte Refat Kiska. Si u pritën nxënësit? Po nxënësit? Si të përshkruni një orë të parë që ju, që se ju kujtohet kur keni fillu Sandja? Orën e parë që e fillu të Sandja, ishte një të hanë, orë kujstarie, në klasë shku me profesor Imerin bashkë, të më tregojnë klasë, të më të rinë lato. Nuk ishe problem, se kishe përvuj me ato orët pedagogjike që majmë në shkollë normale dhe në akademi pedagogjike. Nxënësit më pritën me qef, se ka edhe një asimtar i ri, se i kushte dhënë mësues matematikë. Që shorën e parë e filluam punën ashtu me seriozitet, me përkushtim. Problem nuk unë pas gjithë jetën me nxënës. Kemi mbajt orë plotësuese, orë shtuese, kush ka pas nevojë për më pak që s'kam ditë të ndihmuem. Kush kanë qenë nxënës më të dallu, i kemi ngrit më natë, se kemi lanë stagnuin. Fillu me garat për matematikë, për në vitin e parë të punës e deri në vitin e fundit, kom qenë në gara, të fillu prej ato shkollore deri në Olimpiada Ballkanike, dula në pensionun, mbaruan edhe garat. Mund dëshja si pyetje edhe atë, sa ishte i nevojshëm, sa ishte nevojshëm guximi për pjesëmarrje në gara? Po, nxënësit kishin guxim, vetëm kishin nevojë për punë. Guximin nga ju? Guximin nga unë nuk i frigueshe kur gjaun, vetëm Zotit i friguam, po e tjera jo. Guximi ishte në nivel, punojëm me përkushtim, çdo ditë mbaj një orë plotësuese, mbas orarit, pa orarit, jashtë orarit, punojmë ditave shtona, kryesojë nxënësit mi kanë qenë shembull. Edhe në cilat forma mbaheshin garat? Po garat fillojnë prej gara shkollore, gara komunale, gara republikane edhe gara Olimpiada Ballkanike. Në fillim bëshim gara me Paralelitë Maqedone, pas e në fund vazhbëluam ata kurthat e tyre që i bujnën, ndaj më shefin pikët, u largova për e tyre, ku pas një rast Manastir me nxënësin Flamur Mehmedi, shkuam në gara, a i kështë zgjidhje tyrat në një mënyrë të veten. Ato komisioni formoi një zgjidhje për e tyre, i kërkoi mas qelsit. A i në vend që të kishte 120 pikë për garat, ata nuk e dhanë asnjë pikë, ishte në komision një profesor i matematikës, që ishte edhe normale, atëra i Muzafer, edhe 4 Maqedon, i thash ti ç'është puna, këtu duhet kështu të jetë. Tha s'kom ç'të bëj se të në 4 më formë, nuk më pyesin. Edhe për e u largova. Edhe me këtë Blerin Azizin, ishim në gara republikanë në Shkup, ishte një shqiptar i vetmi unë për klasën e 8, edhe një Dibran ishte për klasën e 7, vamurën me në parë Maqedonëve. Maksimumi pikave ishte 30, nxënësi imi ishte 29, ai ke 7 ishte 28. Rezultatet duhet të shpallin deri në ora 5 në mbrëmje, na mbajtën deri në ora 10. Nuk të tregu rezultatet, ata shkojnë të vazhdojnë me shkolla. Ato rezultate unë kom marrë ditën që kom dalë në pension, me ka dhënë sekretaresha që ku i kisha rezultatet e garave që kemi shkuar. Duhet të shkojmë në Olimpiadë Ballkanike në Rumani, e anulluan për shkak të nesh. E tash nuk e di ma shkuën dhe vete ju. Me thënë, 2 shkolla në nivel shtetëror shqiptare që shqiptare, po. Po që atëherë vetë ne 2 ishim. Tasim Jegeni ishte asimtari, edhe ajo është në pension, jeton në Suedi, ka familjen e tjetër. Me thënë, ju nuk u tërhoqën nga gara? Nuk u tërhoqëm nga gara. Pastaj u mblodhën në shoqata asimtarëve shqiptarë në Tetov, vendosëm ta shtypim fletushkën plusi për matematikë, edhe me di me sa, fillun të i bëjmë edhe garat në evën e plusit, njëse vazhdojmë si me për Maqedon, po s'kishim probleme me shqiptarët. Për e kum pas vendin e parë, kërë kum pas gara, se ato gara bashin klasë 7 dhe klasë 8, në gara republikane dhe banal. Të klasë e ulta bajnë dhe në garat shkollore dhe republikane, kështu komunale. Sa ishte angazhim plus që ju të pregadit një disa nxënës për të marrë pjesë në të gara? Ka qenë angazhimi, për nuk jem kursy. Se pa punë, pa angazhim, nuk më rritë kur gja. Se ta shën kur
Në vitin 1971 morë në shtarë, kur kërë për ushtërije, fillohet punoj në gjimnazin e Kashovës, 10 vjetë kom punoj aty. 5 vjetë e para i kom pas në zonë se me prej në klasën e 5 deri në klasën e 4. Që pas kësani. I kom pas kësani, i kom pas gjeni si në zonës më të mirë. Prej aty në gjeneratëve kam doktora matematike, doktora fizike, doktora informatike, që ka kalu në përdor të mija. Sa krenoheni kur i shifni ata? Krenohem pa masë. Ajo është fryti i punës time. Në gjimnas punuat 10 vite? 10 vite, përno, prej në vitin 1972, që u ktheva për ushtërije në 5 janar, ka marsi, fillu me funi marsi, tu taku me profesor Qamil Fezën, Ramet Past, tha se kemi nevojë për matematikë, fizikë, s'kemi arsimtar, s'kemi kohata, atë vishë të ndimbësh. U detova ke editoria shkollës e Sandës, thanë, ke drejtë, shkojsh vetëm mësimi këtu mos e larë, se nuk kemi tjetër. Ne përshtatë në orarin me turne, para diti për shkak të gjimnazit, mazite ke Sandja, ose e kundër, ta. Edhe që ashtu një 10 vite i kalu. 5 vite e para, mas në 5 vite tjera më dhanë leje të shkuj vetëm të gjimnazi, ke vendim edhe një kushërinim Shaban Arifi, ja ishte studenti i inxhieris, i maçeneris, edhe i mbaroi fakultetin, s'kishte punë, më dha mësuja 5 vite që aty. Edhe ato 5 vite i kalu mirë, por patëm probleme me këto Maqedonë, si ishte atëherë koha. Ka fundi vitit në larguam për punë për aty. Unë ktheva pas ke vendi vjetër ku ishe të Kesandja, e kishe vendimin. Problemi nuk kemi pas me pushtetarët, jam mundu shumë herë të më bujnë disa kurtha, po nuk patë në sukses. E qështu. Ata mund të na bëni një krahasim me që ju keni punu mbi 40 vite. 23 vjetë, 1 muaj, 20 ditë. I ke kalu 40-ën, si mësues, bëni një krahasim me nxënësve kur keni fillu dhe si ka qenë edhe në rritje numri, do të thonë arriteshte dhe si e latë sot. Gjeneratat e para kanë qenë pak mbatë për kushtuar mësimit. Ishin numri nxënësve thash në fillim me 27, 21, 22, 23 dhe 27, ma fund u shtu numri nxënësve paralele të rritën për një paralele mbrim 5 paralele për ke para deri ke 8. Nxënës kishte deri në 20, në 34 nxënës nuk kemi qenë. Kum pas një paralele ke Sanja me 24 nxënës, edhe një ke gjimnazi kum pas me 28 nxënës, si kujsar klase. Nuk i ndanjen atëherë paralelet, se freguesh më dhe marrim shkollën. Do të thonë 28 nxënës dhe një 28 nxënës kum pas një paralele në gjimnas. Edhe që ajo politik ishte, nuk i ndajnë paralelet, se në zonë shqiptarët vendet, të shtohen kështu, të shtohen ashtu. Mi kishme ata. Që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Edhe sot e kësaj dite, vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, po tash numri nxënësve veç a zoglu ma. Tash me 25 nxënës ka 3 paralele. Atëherë me 25 nxënës, 26 ka qenë një paralele. Sa ishte rënë të marrësh mësim me 25 nxënës? Po, më varet për qëndrimit arsimtarit, nëse je i korrekt, nxënës janë të urë, sikur ka ma pak jetë 24. Dhe Dini ti vlerësoj nxënësit. Qëndrimi i arsimtarit, dini ti vlerësoj nxënësit. Kum qenë pak i rript në ke punë, apo kum dalë faqebarë. Jo, e kisha pyetjen, dini ti vlerësoj nxënësit, profesorët korrekt Po, dhe ata jo korrekt. Do din. të thonë, ke korrektit ka qenë të... Ajo sot që me cilin takohemi sot përçafohemi, atëherë ndoshta kanë ndonë shumë keq për mua. Do të thonë, krahasimi numrit të nxënësve, prej kur filloi të bi numri i nxënësve në shkollat fillore, me që tash për te ka problem. Tek Sandja mund edhe mos vrihet për arsye se ala ka që presin nga fshatrat në qytet, por në fshatrat kemi një numër shumë të vogël të nxënësve. Ka ata se e bëni këtë migrim i grupetit, grupeçarët. Ma përpara shkonte një grupeçar, baba ose vllau, tash shkojnë familjarisht shpëngulën komplet. Rinia janë atje, fëmijët kanë atje shkollohen, atje punojnë. Edhe çaj është e keqja. Gurbeti është shkaktari numër 1 që na zvoglojnë neve dhe si popullat këtu dhe numrin e nxënësve. Me sa nxënës e lat paralelen në Sande, kur dolën pension? Paralelen e fundit kur e lash me 28 nxënës. Në Sande kum pasur 3 gjenerata me ka 28 nxënës,
që kanë qenë shembull prej klasës 5 deri në klasën e 8, nuk kam pas as i mungesë, as arsyeshme, as parsyeshme, dhe kanë qenë të gjithë nxënësit të shkëlqyeshëm me gjithë notat pjesa. Mësues në gjatë, të bëj një pyetje që ta shohin se ta shikojnë që të marrin edhe pushime, të dalin pak nga vendi i punës për një kohë. Sa në gjatë Arifi ka shikuar që të lëvizin nga puna, t'i lojë nxënësit 2-3 muaj dhe të ketë më pastaj përsëri këtë punë. Në gjatë Arifi asnjëherë nuk ka munguar në punë. Ora e parë fillon në ora 7, arsimtarët duhet të jetë 10 minuta më 7, unë për 43 vjetë që ato ditë, unë kam qenë gjithmonë në orë 6:30 në vendin e punës. Ma me ndonjëherë kish mungu me muj? Asnjëherë s'kam mungu me muj, as me javë, as me ditë. Vetëm kam mungu 7 ditë kur më ka ndërru jetë baba. Sa nuk ka ndodhur që Nuk ka ndodhur asnjëherë. As pushim mjekësor, ku marr as kur gjë. Gjithë kjo ka qenë për kushtimin ndaj... Për kushtimin ndaj punës, punuesh të kesh sukses. Çdo punë, po se patë me përkushtim, me vendim, me dëshirë, s'ke rezultat, ti ka të mundohesh. Për arsye të ndërpresë nxënësve që mësuesi tjetër mund të shpjegojnë ndryshe dhe kur kthehesh të mos jenë në nivelin e duhur. Po normalisht është. Para se të flasim për momentet e fundit që keni lënë, domethënë punën ose se jeni pensionu, ne në kuadër të këtij emisioni kemi edhe shpletimin e disa fotove që ju edhe ndani kujtimet e juaja për jetën. A mund të na flitni pak për fotot që ne i kemi këtu, edhe për shikuesit se pri kujt koha janë dhe çka ka pas në atë kohë. E parë është shkolla ime e parë ku mësu, ishte një objekt i vjetër, kishte vetëm 2 klasa mësimi, edhe kishte një dhomë të vogël ku rinin vetëm 2 arsimtarë, kishin ventule, 2 karrike, më shumë s'kishte. Kjo shkollë ishte në Zajas? Në Zajas Teqe ishte kjo, në vend e kësaj tash është ndërtuar xhamia, nuk ekziston më asnjë objekt. Në këtë foto është arsimtari im i parë, Abdullah Kadriu, edhe në klasën e 2 ku pas arsimtar, ma vonë u bëm edhe si miq shpeje familjar, hyjmë dilim me këte. Ndërroi jetë shumë herët. Është shembullim i parë se si të bëhet mësimi, ishte shumë i përkushtuar, shumë i urtë, shumë i ngadalshëm, nuk i maltretonte nxënësit, na shpjegonte shpesh herë gjëra që duhet t'i mësojmë, na ndihmonte kur nuk mundeshim diçka t'i punuam gjërat. Dhe me mësues të gjatë me motor vinte? Jo, ma vonë kjo fotografi është, motor s'kishte, atë s'kishte, vetëm në kam ato flinjën thashë edhe pare se shërbetori që abdiu, një javë, brenda javës shkojnë, sonë dilën dhe të ktheheshin prapë. Banu një aty, se ishin larkë. Shkjo është fotografia ime e klasës parë, që shku jam në qëtë vend që këtu. Po, jeni ju atë. Po, të gjithë ishim me kësullat bardha, të gjithë njësoj ishin veshët. A përdoreshin kësullat e bardha? Përdoreshin gjithë nxënësit ishin me kësullat. Në klasë jo, po, për jashtë ajo kishim. A këtu më të mësuesit që se nuk keni mërzi? Kjo është... Që që kjo profesor Abdullaj, kjo është Ramazan Bajrami, për era një dhe. Po se këta i që dhe ke klasa tjera, për kërbujnë fotografi, ishin gjithë bashkë. Që kjo është shërbetori, ngjali shërbetorit, po përnë dhe si shërbetorë të meja. Kjo është në klasën e 5, kjo është ai klasë Osman Osmani. I Novosellit, e? I Novosellit, po. Këtu kemi Medin Eminin, questa klasë dhe në jep të gjeografi. Këtu kemi 3 vajza, Afetja, është Muradia, edhe është Mislime Ramadan nga fshati i Resnicë. Tjeri që gjem, edhe këto edhe për njerë atëherë ku regjistruam në Shkup. Kjo është fotografia e parë në klasën e parë, ose në vitin e parë në shkollën normale Zefrush Marku. Questa i klasë një Lëgjini edhe arsimtari i gjeografisë ishte. Numri i nxënësve ishte nivel, ishte nga gjithë trevat e Maqenisë, nxënës. Kjo foto është baraka ku rrinim në internat vitin e parë dhe të dytë në Shkup. Kishte 2 renda krevet me kate, 40 nxënës ishin brenda që rrinim. Edhe ishte afër shkollës normale që ishte rrëdzu, gjysma ishte, gjysma jo. Njëra gjysmë
Në mbrëmje kishim mësim të lirë. Të në ta foto? Po, kjo foto është një foto ime në kohën e lirë, me i trenstër të vogël. A kjo tjetër është foto e fundit që kemi bërë në shkollë normale, natyrë. Kjo është fotoja ku kemi bërë temën e diplomës në shkollën normale të Zefër Shmarku, gjatë diplomimit. Qëto dy foto janë foto të punume premjeje për nohat në Akademinë Pedagogjike nga lande fizikës. Kjo është një foto imja kur më punu temën e diplomës në Akademinë Pedagogjike të Shkup. Kjo është fotoja e parë klasë 7, kur kom qenë në punë në shkollën Sande Shterioski. Të posimi parë. Posimi parë, po. Edhe kjo gjithashtu është, fotojnë vetëm vajzat. Dhe këto është fotoja e klasës 7, vetëm vajzat. Fije klasës 8 në vitin 1970-71 dhe kjo është vetëm me vajzat. Në Sande. Në Sande në gjitha këto. Kjo është një foto imja nga një tablo. Këto është një foto kërë morën shtarë 1971, 26 mars, me klasën e 8. Kjo është një tablo në Sande Shteriosi, me klasën e 8, kom qenë kërëstar klasë. Dhe kjo është një foto e klasës 6 në Sande Shterioski. Kjo është në klasën e 7 në Sande Shterioski dhe kjo është. Kjo është në vjetën 2002. Foto më e re. Dhe kjo është klasa e 5. 94-95. Kjo është klasa e 7 në vitin 2005, kom qenë në kërësar klasë. Kjo është një foto nga gjimnazi me vitin e 3. Edhe kjo është një tablo e gjimnazit, ku jam edhe që kërësar klasë me klasën time. Garat e matematikës në dipë. Këto është Blerina nga garat matematikës në vjetin 2002. Të janë dy zasët e mija më të mirat e gjeneratës. Shkë foto është në Vlorë, kishim gara matematikë, e vizituam muzeun e 28 nëndorit, që jam të tavolina Ismail Qemalit dhe të karike ati. Ose në Sande, kur më kanë dhënë për 20 vjetorit një ordore si dhuratë. Edhe kjo është fotoja fundit kur jam pensionu. Në gjatë, ne i pam disa fotografi ku me siguri unë gjallin edhe emocione juve që këtheni në kohë, do me thonë, për 20 vite që keni punu në arsim, po foton e fundit që e përmendet ishte pensionimi. A mund të thoni pak momentet e pensionimit, sa ishte ronë që të ndani nga gjasë? Pensionimin kam bëmë 20 tetor 2012. Ishte rand si fillim, ndashje nga kolektivi, nga shok të punës. Kom pas shokët që kemi punu 27 vjetë bashkë, kemi qenë qysh studime, qysh shkollë të mesme, me Demir Zenkun, ndjes pas, dhe shokët të tjerë, po edhe me Zasit. Ishte vështirë. Unë dhe sot shoh nga kur i shoh andët i shoh si pregadis në Zasit për gara matematikë. Ta është para donetësh me qatë vajzën, aty ushtrujtëm dhe tyre, ushtrujtëm. është vështirë, po koha i shëron çdo gjë, kalon koha me kohën, do adaptohesh. Po me mungonjë në fillim. Ka mungu, edhe sot munguin, po që është jeta. Si është në aspekt familjar, mësus Lexhati, dhe thotë, ku i keni fëmijët punësu? Në aspekt familjar, unë kam 3 vajzë dhe 1 gjallë. Vajzën e madhe kam punësu me në spitalin e Kërçovas.
Vajza e dytë është e martuar në një fshat ndërkombëmisht. Burri i saj punon në një turistike amerikane që atë qënë të mëdhaja, që 26 vjetë. Ajo nuk punon vetëm burri. Vajzën e vogël e kam në Amerikë që 20 vjetë, ka 3 vajza. Vajza e madhe ka një djalë dhe një vajzë, edhe kjo vajza e dytë ka një djalë dhe një vajzë. Djalin e kam këtu në Kërshov, punon në policit, kemi 2 nipën, një është 22 vjetë, student i arhitekturës në Shkup, tjetri mbaron as gjimnazin, është 18 vjeçar. Kënaqësia ime ose e kom gjithë këto në shtëpi, nuk mërzitem ma për ma larg, vetëm çat vajzë që kemi larg, po kur i marton fëmijët ata ka rrugë të veta. Ju faleminderit janë mësues në gjatë që gjetët kohë edhe pse mund të penguaj pak edhe mosha që të flasim pak për jetën e juaj, me që ka qenë edhe kërkesë disa shikuesve disa herë ish nxënësve juaj që të flasim pak për jetën e juaj, për biografinë e juaj, që për kontributin e juaj që ju keni dhënë në sferën e arsimit. Faleminderit edhe ju që më respektuat, më thirrët. Do mbej si kujtim kjo për gjeneratët e reja. Që jo është jeta. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju ishit në këtë kohë apo dëgjuat pak për jetën dhe veprën e mësues në gjatë Arifit, ku mbi 40 vite ka punuar në shkollën fillore Sande Shteriosi, ku ka ligjëruar lëndët e matematikës, por edhe për sukseset që ka pasur në këtë fushë të matematikës në garat që ka marrë që nga fillimi si i punësuar si mësues i kësaj lande. Ju falenderoj për vëmendje dhe shifemi javën e ardhshme me veteran tjetër të arsimit ku do të flasim për jetën e tyre.